Pa di për mos që kohë të veç për pora një të me. Atëherë, sot është 7 qershori, dita e zgjedhjeve nacionale në Republikën e Kosovës. Unë uroj që kjo ditë të shkojë mbar, e mirë, pa ndonjë ekces. Kosova tashmë ka krijuar një traditë të zgjedhjeve nacionale, një traditë të demokracisë, e cila është konsoliduar për gjatë viteve. Për këtë, më meritorët janë vetë qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët shfrytëzoj rastin të falenderoj, sepse vetëm ata mund ta mbajnë gjallë demokracinë. Fushata deri tash ka shku e qetë, këto 10 ditë që ishim të fushatës zyrtare zgjedhore. Partitë politike, subjektet patën rastin të shpalosin idetë e tyre, programet e tyre, vizionin e tyre për Kosovën. Në fund është vetëm populli, vetëm shoqëria ajo që e legjitimon me votën e vetë një pushtet politik, kështu që unë uroj që në orën 7 të mbrëmjes ky proces të përmbyllet ashtu siç duhet. Fituese është Kosova në fundit, sepse edhe më e rëndësishme se rezultati është nëse ne kemi arritur të ndërtojmë një shtet me breza të tërë, që kanë kontribuar, një shtet i cili e ka aftësinë, pavarësisht se sa të shpeshta janë zgjedhjet, t'i mbajë ato me një frymë të lartë demokratike, sepse në fundit kjo është edhe vetë esenca e shtetit. Unë ju falenderoj edhe juve gazetarëve, sepse keni pas punë shumë. Këto ditë e keni përcjellë me profesionalizëm, fushatën tonë dhe subjektet politike, prandaj të gjithëve sot dëshiroj më të mirën, e ai që fiton le të festojë. Zotë Gënjuk, sa përmenët... Jo, kjo nuk është e vërtet, mendoj që nuk është mirë që edhe vetë të dielen ditën e zgjedhjeve të bëhen deklarata elektorale para mediave. Ju i keni gjitha raportet ndërkombëtare dhe nëse e gjeni një raport ndërkombëtar ku Kosova cilësohet si autokracia, ka në rregull. Po kjo nuk është fare e vërtetë. Domthonë në kuptimin e demokracisë mund duket që Kosova ka bërë hapa të mëdhenj. Shikoni zgjedhjet, shikoni rotacionin e pushtetit pas një përdorim dhunës, pas një problem. Subjektet politike, nëse rezultatet fillojnë edhe dalin edhe kryen deri në orën 9, në orën 10, 11, faktikisht secili ja uron fituesit edhe ecin përpara, qeveria mund të bëhet shumë shpejt, parlamenti mund të bëhet shumë shpejt, sepse kjo i përket vetë traditës së demokracisë. Dëgjoni ka shtete të cilët nuk mund të dalin nga krizat, pikërisht për shkak që kanë autokraci. Kosova është këndë ndryshe. Është demokraci e konsoliduar. Populli o tregon tash kur të voton. Kush e ka fitu debatin.